90 vjetori i lindjes së gjeniut të letrave shqipe Ismail Kadare është përcjell me organizime të ndryshme në Gjirokastër, ku në qendër patën jetën dhe krijimtarinë e shkrimtarit shqiptar që na ka bërë krenar në gjithë botën. Ato nisën nga shtëpia e tij e lindjes, e cila prej vitesh funksionon si muze, me pjesëmarrjen e nxënësve dhe studentëve. E lekëtikën fill pas teje, si stofi keq uzbe vlerimi, dhe ngjajnë toka pylli reja me negativin e një filmi. Jam shumë e lumtur që neve kemi një shkrimtar që jo vetëm Shqipëria, por dhe në botë e kujtojnë gjithmonë për veprat e tij, për bisedat e tij gojëmbël, më të themi ne nga Gjirokastra, dhe jam shumë krenare që jam pjesë e këtij aktiviteti sot. 28 janari është dita ku ne përkujtojmë gjeniun e letrave shqipe, pavarësisht ai nuk është sot mes nesh, do të jetojë gjithmonë në zemrat tona. Kemi pasur një aktivitet shumë të gjallë me interpretime nga poezitë e tij më në zë, ndërkohë që studentët kanë organizuar, kanë bërë të mundur edhe një ekspozit me vepra të ndryshme. Ata janë bazuar në veprat e Kadares, ku kanë marrë frymëzim dhe kanë sjell pamje nga qyteti, punime nga Prilli i Thyer, kronik në gur, gjimnazin ku shkrimtari ka kryer studimet e mesme. Është kënaqësi për ne si stafi muzeut që të bëjmë këta aktivitete dhe jo vetëm sot, por çdo ditë ta nderojmë këtë shkrimtar të madh i cili la pas një pasuri shumë të madhe. Modeli Kadare është pasqyra jonë. I hapi dyer si sot 10 vite më parë, shtëpia e shkrimtarit me famë botërore Ismail Kadare është kthyer në asetet turistike më të frekuentuara të Gjirokastrës, duke marrë çdo vite më tepër interesin e vizitorëve vendas dhe të huaj. Tashmë bën 10 vjet që Muzeu Kadare ka hapur dyert për vizitorët, dhe nuk është thjesht një muze, por është një tempull i letërsisë, dhe kjo është vënë re gjatë gjithë këtyre viteve. Sigurisht që me kalimin e viteve numri i vizitorëve është rritur në qytetin e Gjirokastrës dhe rrjedhimisht edhe pranë shtëpisë Kadare, ky numër ka ardhur në një rritje goxha të madhe, ku kryesisht janë vizitorët francezë nga ata të huajt që janë më kureshtar për shtëpinë ku lind gjeniu i letrave shqipe, sepse siç dihet vepra e tij është përkthyer më tepër në frëngjisht se sa në gjuhët e tjera. Gjithashtu kemi dhe vizitorë vendas, sepse Kadarea është një pasuri tashmë ndërkombëtare dhe vepra e tij është përkthyer në mbi 50 gjuhë dhe harta gjeografike nga vinë këta vizitorë është shumë e larmishme. Vitin që lam pas kemi arritur diku te 10.000 vizitorë, ku krahasuar me vitet e para që muzeu është hapur, kemi një 3 fishim apo 4 fishim të numrit të vizitorëve. Dhe shpresojmë që dhe ky vit jetë akoma dhe më i mbar. Në një stend të veçantë të muzeut qëndron edhe libri për shtypjeve, ku çdo kush mund të lërë shënimin e vet. Sot me klasën tonë, klasa 12 bën nga gjimnazi Siri Shaplo, kemi ardhur në këtë përvjetor të shkrimtarit të madh Ismail Kadare, i cili është një emblem për qytetin tonë dhe ne krenohemi gjithmonë me poezitë dhe thëniet e tij, gjithashtu vura dhe një thënie të tij tek libri është jashtë dënimi më i fortë. Dhe shpresoj që të jetë gjithmonë i paharruar në letërsinë e tij të madhe që ka shkruar dhe që na ka lënë në kujtim. Unë është një thënie të tij, letërsia është kujtesa e një kombi. Kemi ardhur sot si një grup studentësh për të vizituar shtëpinë e Ismail Kadares, për të mësuar më shumë për historinë e tij dhe për ta kujtuar, le të themi. Ismail Kadare u nda nga jeta në një korrik të 2024-s, duke na lënë pas një krijimtari të pasur e cila është përkthyer në 45 gjuhë të botës.